Territori shqiptar për datën 18 shtator do të karakterizohet nga mod kryesisht i kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë vendin, si rezultat i depërtimit të masave ajrore të ngrohta nga Afrika. Vranësira të lehta dhe kalimtare priten në zonat verilindore dhe juglindore, ndërsa pjesa e dytë e ditës do të mbetet e qartë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 9 orë diell. Reshjet do të jenë të pakta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior, me shpejtësi 4 deri në 8 metra për sekond. Në Bregdet, era her pas here mund të arrijë deri në 9 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 18 shtator 2025 pritet të jetë i lartë, rreth 7 deri në 8. Sipas burimeve astronomike për datat rreth kësaj periudhe, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth 6:17 minuta, ndërsa perëndimi rreth 18:53 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 18 deri në 29 gradë. Kukës, 15 deri në 24 gradë Celsius. Peshkopi, 15 deri në 25 gradë. Tiranë, 18 deri në 30 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 29 gradë. Kavaj, 19 deri në 29 gradë Celsius. Elbasan, 18 deri në 30 gradë. Berat, 18 deri në 30 gradë Celsius. Korçë, 16 deri në 24 gradë. Vlorë, 20 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër, 17 deri në 28 gradë. Sarandë, 20 deri në 28 gradë Celsius.